Përshëndetje dashur miq të Alpo Televizion. Jemi përsëri sot tek emisioni Polifonia Elektorale, sepse edhe zgjedhjet po afrojnë, kemi filluar zyrtarisht në muajin elektoral dhe ne sot kemi një tjetër të ftuar, kësaj radhe nga Partia Aleancë Kombëtare për Shqipërinë, është zoti Gjergj Nezha, kandidat për deputet në qarkun e Vlorës. Përshëndetje dhe mirë se erdhe Gjergj. Përshëndetje Aristotel, mirë se gjeta të gjithëve në Gjirokastër, Sarand dhe gjithë shikuesve në gjithë Shqipërinë. Dhe faleminderit për ftesën dhe për punën e mirë dhe të lartë që bën në sensin kombëtar, gazetaresk dhe mirënjohje nga unë dhe nga të gjithë patriotët dhe dashamirësit e Gjirokastër dhe gjithë Shqipërisë. Ju keni qenë dhe herë tjetër në studio, por ne kemi bërë tema historike, kështu që sot ju jeni kandidat, vini në rolin e kandidatit për parlamentin e Shqipërisë. Kështu që ne duam një prezantim për ata që nuk të njohim, kush është Gjergj Nezha, një prezantim shkurtër, dhe pastaj vazhdojmë me programin dhe me ato pyetjet e tjera. Po, unë jam Gjergj Nezha, kam lindur në Dukat në vitin 1973, kam bërë shkollën fillore në Dukat, shkollën e mesme në shkollën tregtare të mesme në Vlorë, pastaj në 99 kam mbaruar administrim biznesi në Tiranë, në fakultet ekonomik, në 2001-2002 kam bërë një vit në Universitetin e Ruenit për gjuhësi, pastaj lashtë dhe futa për shkenca politike në Universitetin e Versajit dhe kam mbaruar master për profesioni i politikës. Dhe më mbas kam bërë në vit 2006 disa shkrime si identiteti kombëtar në kohët e sotme, ortodoksia si strategji e perandërisë osmane, idealizmi nano Berisha, raporte me turma, zgjedhje prezidenciale në Francë, e tjera. Më mbas më pren nuk më dhanë më akses në gazeta, si duket pata sukses dhe nuk ju shkoj për shtatë. Megjithatë, unë vazhdova duke parë që Shqipëria ka një mungesë në identitetin kombëtar, pra identiteti kombëtar përbëhet nga historia, gjua, zakonet, tradita, figurat kombëtare dhe duke qenë se e shikoja që kishte një histori të manipuluar dhe një vend pa identitet, atëherë u përkushtova rreth 20 vjet të merrem me histori, do të thuash pse s'u morem më shumë me politikë. Tani kishte më shumë vakum, kishte për histori dhe identitet. Pra u mundova që të përmbush të synim që i kisha vënë vetes dhe kur edhe vajza ime u rrit, edhe kur ato kushte dhe atë misionin tim pak a shumë me arrita, atëre unë në thelb jam politolog, por nuk mund të jesh politolog pa njohur mirë historinë dhe historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare. Kështu që në fakt që të jesh një politikan i mirë për vendin dhe vendasit ku drejton, duhet të jesh dhe njohës historisë. Kjo është e ditur. Unë nuk e di se sa njohës të historisë janë këta deputetët tanë, 140 deputetët e famshëm të Shqipërisë, të gjitha kohrave, por nuk e besoj se deri tani kanë bërë diçka serioze, se nëse do ta njihnin vërtet historinë, nëse do të njihnin veten, do bënin diçka më shumë për Shqipërinë dhe do ishim si shqiptar aty ku duhej. Megjithatë, kjo është një zgjedhje e mirë që keni bërë, sepse që të jesh një politikan do të njohësh fillimisht veten, pastaj të dish çfarë të kërkosh edhe në rangun ndërkombëtar. Mirë, ju kandidoni me Aleancën Kombëtare Shqiptare. Dhe është një aleancë që thjesht edhe nga emri duket që është për kombin dhe gjithë shqiptarët besoj se nuk ka shqiptar që nuk e do këtë zgjedhje të deputetëve të cilët duhet që në radhë të parë të kenë kombin në vitin e parë të programit të tyre. Por duam të na thuash çik për programin, Gjergj, si e keni menduar? Për fillimisht, unë jam afruar para rreth një viti nga kryetari Aleancës Demokristiane, zoti Zef Bushati, më thotë, mundesh që ti të kontribosh në këtë partinë që ne kemi, thotë, unë jam rreth 74 vjeç dhe po shkoj drejt një moshe të thyrë dhe nuk mundem më që të merrem jo probleme shëndetësore këto dhe a mundet vish ti që të kontribosh. Të kam ndjekur, më thot, nga ato problemet e historisë e gjitha dhe mendoj se një njeri me identitet të fortë kombëtar. Dhe synimi im është që, pra, njëkohësisht u bëra dhe në kryetari kësaj partie politike, dikur ka pasur 4 deputet, sot nuk ka, dhe në kohën para zgjedhjeve unë them që unë nuk mund të bëj aleancë as me Berishën as me Ramën, pra nëse unë do që të jem në këtë
partide ose të kështu, kam një kushje, unë duhet të bëj aleancë me të zonjën, pra sepse më afrojnë me Lenën, më afrojnë vizioni, patriotizmi, dashuria për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Dhe u treguaj gatshëm dhe unë jam sot në listat e aleancës kombëtare, pra i shkrim për të bashkuar forcat. Kemi afruar dhe të tjerë, për shembull si punë këtyre që kërkojnë, thonë që duan bashkim si Lapa e Shabani, ju afruan bashkëpunim, nuk deshën, siç duket, i kontrollojnë të tjerë dhe nuk janë të lirë. Kështu që tani ata dalin për ditë në media, ne nuk dalin për ditë në media, me fjalë shajnë gjas me oligarkët, kurse edhe nga atje dalin media. Ne që jemi vërtet, ne që jemi vërtet që kemi punuar për kombin dhe për të nxjerrë historinë e gjuhësinë, neve nuk naftojnë. Pra ka një paradoks. Po ja, ju jeni këtu, ndoshta një media e vogël, po shumë pro-kombëtare, madje më shumë kombëtare se sa mediat që quhen kombëtare. Tani shërbimi që i ke bërë çështjes kombëtare dhe nëse unë kam bërë shërbim në studim, Aristotel Petro ka bërë shërbim si duke ndjekur me vëmendje të gjithë ta studiues, duke i ftuar një për një, duke i promovuar, pra nuk ka promovuar Gjergji, ka promovuar vlerat kombëtare, pra shërbimin ja ka bërë kombit. Edhe Gjergjin e ka afirmuar, por ka afirmuar identitetin e vet, vlerat e veta, dignitetin e vet dhe kombin është munduar ta lartësoj. Pra kur dikush mundohet ta vjedhë, ka njerëz të tjerë. Normal. Pra çdo kush e di si vetë çfarë Gjirokastra mund të ketë Ismail Kadaren, për shembull, mund të ketë, për mua ka figurë kombëtare ndërkombëtare, po për mua je figurë kombëtare. Edhe unë mund të jem kontribues kombëtar. Këtu jemi për që njerëzit të njihen me programin dhe me aftësitë tuaja në politikën shqiptare, se ku do arrini. Programi jonë është që ne ta trajtojmë politikën me seriozitet. Pra, politika sot është në rafshin kombëtar dhe në rafshin ndërkombëtar. Në rafshin kombëtar është një politikë e dështuar. Pra kemi një kryeministër që del për ditë dhe thot Këneta, Moçali, vllai Bufit. Pra bota sot merret me personat, me individët dhe nuk merret me thelbin e problemit. Merret me tallava. Pra sot në Evropë kemi një luftë pra midis duam po s'duam, ky është realiteti. Pra Rusia ka glaburuar një pjesë të Ukrainës dhe është e mundshme që të shtohet. Kemi dhe një luftë ekonomike Europë-Amerikë, kemi një aleancë sot të dukshme Rusia-Amerikë, kemi një aleancë Kinë-Japoni-Kore, dhe neve në vend që ky kryeministër dhe gjithë politika shqiptare, gjithë debati të bëhet ore shiko, si ta ringjallim ekonominë shqiptare, si të ekzistojë Shqipëria në të ardhmen, se tani kjo është luftë për ekzistencë. Pra është luftë për ekzistencë për Evropën dhe për neve. Evropa vërtet ne na ka sakatuar, por edhe ne duhet të pozicionohemi. Pra, a na bën mirë hyrja në Evropë, a na bën keq hyrja në Evropë, si do të pozicionohemi, si duhet të zgjidhim këto. Pra, ky ju thot kryeministri që ne do shkojmë, do japim pasaportat. Ne tashmë në Evropë. Pra me këtë allështi. Pra ti si ke çuar as ujë, as drita, ju premton Evropë dhe nuk e bën dot. Pra Europa është një bashkësi vlerash, një bashkësi kristiane, ka në kushtetut dhe në qoftë se hyn Turqia, do hyjë dhe Shqipëria. Po ja, ju si e mendoni, si mund të zgjidhet ky ngërç? E pare punës ky ngërç, unë nuk jam i flakt për hyrjen në Evropë. Pse? Sepse jo se jam unë i flakt. Në moment që Greqia ka ligjin e luftës, pra një vend i Bashkimit Evropian mban ligjin e luftës, pra Kushtetuta Evropiane thotë që kur një vend ka ligjin e luftës, ne jemi në luftë me atë vend. Pra Evropa nuk po tregohet e drejtë me ne. Europa tani mban ligjin e luftës. Nëse shqiptarët na votojnë, pra votojnë mua, Elena Kocaqin, Ervin Mile, të tjerë, ata që janë figura sot të shquara në fushat e historisë, ekonomisë, të nanoteknologjisë, ne nuk mund të bëhemi as Lolo, as Leshko, as njerëz pa dinjitet. Do ta hiqni ju ligjin e luftës për shkakun? Mund ta hiqni si çfarë do? Neve në qoftë se Europa gjë e parë që do të diskutojmë është në qoftë se ti nuk heq ligjin e luftës, pra Europa na ka shpallur luftë. Nëse ti nuk na heq ligjin e luftës, ne nuk futemi dot në Europë. Nuk futemi dot dhe në moment që ti nuk e heq të ligjin e luftës, ne do shkojmë për aleanca tjera. Pra ne çorra nuk jemi. Pra kush është më i fortë në këtë moment është aleanca Rusia-Amerikë. Ne mund të shqyrtojmë të tjera. Tani çdo gjë që unë mund ta di, nuk do ta them, do ta bëj publike sepse
nuk ja vlen. Mund ta diskutojmë bashkë, por ditë më të mira për shqiptarët apo do ketë probleme? Në qoftë se do vazhdoj me këtë ritëm, me këtë lloj politike do kemi probleme. Pra, në qoftë se ti ke një kryeminist që në vend të merret me problemet reale, bufi me një kryeminist që shet Sazan Karaburun me radhë, një kryeminist që thot do të jap malet e kullotat me €1. Pra, neve në programin ton për t'i dhënë fre dhe fund babzis kemi propozuar një kullotat, malet t'i jepen pronarve, si jepen. Ka pasur dikur kufitari, din të gjithë, ka regjistra që të zogut, ka regjistra reform 26. Qa do bet me 7.501? 7.501 janë darë prona dhe nuk mund të ishbëjnë për momentin, por do ketë kompensime? Po kompensim ose në tokë, pra, kompensim në natyrë, ose kompensim në pronë, pra shteti shqiptar ka 120.000 hektar toka të hapura, fond, dhe mund t'i kompensoj me këtë. Shteti shqiptar duhet ka një padrejtësi që është bërë, pra ky ka marrë, tjetri s'ka marrë, duhet që të kompenson këta që s'ka marrë. Pra ti ja ke marrë, u bërë revolucioni francez, mbasi u bërë revolucioni francez, të gjithë këtyre që ju morë prona me dhunë për 20, 30, 20 vjetë, këta të gjithë u kompensuan. Janë bërë reformën në Angli, të gjithë që është marrë toka i është dënë kompensim me vlerën e tregut, dhe nuk mund të talështi me shqiptarët. Pra, ky është në përsa i përket pronave. Pra, nuk do ketë më talje, pra, u bë në Bullgari, për shumë sa u hap sistemi, filluan matjet, brenda ditës mat, shëno, jepi kadastra nga brapa, jepi të pronsin. Pra, dhe hecën para, hynë në Evropë. Ne si bëm e mbajtën peng, historikisht, sepse ashtu interesante. Tani, me këtë ligjë ne mbajtën peng edhe bujësin. Pra, vim tek sektori dytë. Sektori bazë i ekonomisë dhe prioriteti i në qoftë se neve shqiptarët na besojnë dhe duan që Shqipëria të zhvillohet, ka këtë zgjidhje. Pra prioritet duhet të jetë bujësia. Në qoftë se bujësia nuk vihet në binar, si vihet në binar. Pra në qoftë se sot jemi tek mbijetesa, pra ke 1 dy lym, 2 dy lym, 3 dy lym. Në qoftë se këto nuk bashkohen dhe nuk kemi një bashkim në ferma 3 hektar, 5 hektar, 10 hektar, 50 hektar, siç i ka Europa. Pra i ka dhe Kosova ferma mesatare 3 dhe 5 hektar. Ne jemi të mbijetesa, pra ne nuk krahasojmë me Kosovën. Pra ne duhet të si do bashkohen në ferma. Pra kjo duke i stimuluar. Ti që nëse 3 apo 10 fermer bashkojnë dhe kryejnë një fermë 3 hektar, 5 hektar, do stimulohet me subvencion. 3.000 euro për 3 hektar, 5.000 euro për 5 hektar, 10 hektar, 10.000 euro, 50 hektar, 50.000 euro. Pra, që të dalë në treg dhe të ketë konkurencë. Pra, ndryshe ne nuk ekzistojmë në Bashkimin Evropian. Pra, ne jemi pa prodhim, por në momentin që Amerika vendos bariera ndaj Europës, dhe ne do vendosim bariera. Pra, në qëse ne hynë në Evropë dhe nuk kemi bariera, nuk në intereson. Ne në intereson që këtu si që jemi, të vëm bariera, pra ne importojmë 8% produkteve. Ne do vëm bariera qepën, mollën, iksin, këto i prodhojmë barierë. Dhe për produkte tjera që të stimulojmë prodhimin e vendas. Pra, të duani të stimuloni më shumë prodhimin e vendas. Ta mbrojmë prodhimin e vendas. Pra, neve në kohën e verit, Xhaxhaim dhe njëkohësisht ka qenë shumë vite kryetari i shoqërisë Labria kanë nxjerrë një shprehje të famshme. Ishim më mirë kur ishim keq. Pra, Xhaxhaim Agoneza ka thënë këtë shprehje të goditur. Pra, ishim më mirë. Fondi tokës e Enver Hoxha ishte diktator, por fondi tokës e mori nga 200.000 hektare çoi 800.000 hektar. Diktatorë quajnë këta diktatorët e sotëm. Jo, ishte diktator, por dha rezultate ekonomike në disa fusha. Pra, e rriti fondin e tokës 800.000 hektar, e rriti popullsinë 4 herë, elektrifikoi vendin, pra e hoqi malarjen, pra sot ne jemi kthyer prap, kryetori i kumit është 100% 50 hektar, është ribër kënet. Këneta e Maliqit 50% kënet, këneta e Tribufit Lushnjë 30%, 20% kënet. Pra ne jemi kthyer në 2000 vjet mbrapa. Pra në veri këto gjëra i bëri. Enver Hoxha vrau inteligjencën, varfroi vendin. Por në anën tjetër ngriti një ushtri moderne dhe armatim pafund. Ku janë këto armë? Ku ka shkuar pra pasuria mundi shqiptarëve? Pra ishte diktatur, por kishte rezultate ekonomike. Kishte një bilanc ekonomik 60% import, 20% eksport. Sot kemi 80% import, 20% import. Pra tani nuk mund të bësh turizëm pa bujësi.
Pra sektori bazë do të jetë bujqësia dhe ne pretendojmë dhe duam që t'japim bujqësisë një të pakën nëse shqiptarët duan të përparojnë, duan progres dhe jo regres, duhet që të na mbështesin të na votojnë që bujqësia për 4 vjet të marri 500 milion dhe 1 miliard euro financim, pra 250-300 milion për disiplinën e lumenjve, kullim, drenazhim, kanale ujtëse dhe rreth 700 milion euro për kompensim subvencionon që si që bën Europa, pra ne të jemi në treg. Pra si që ka Kroacia 400 euro për hektar, ne do të arrim në nivele më të larta që të kapim pravambetjen ekonomike. Dhe kështu neve rikthejmë edhe popullsin. Pra shpopullimin sot Orikumi kishte në 1991 12 banor, sot ka 700. Është në Buzdetit, një nga zonat më të bukura të Shqipërisë. Dhe kur edhe sot në Gjirokastër kam parë 7 i kam numëruar që nga Fjeli dhe në Gjirokastër kam parë 7 ose 8 kope medele, një katastrofë që vetëm Dukati në 1939 kishte 120.000 krerë bakti. Pra pse nuk emigronte Dukati, pse nuk emigronte Gjirokastra, pse nuk emigronte Lumi Vlorës, pse nuk emigronte Saranda, pse? Pra ishim më keq? Jo. Pra ishim më mirë ku ishim keq. Pra kishim shumë masete. Pra kishim prodhim. Pra një vend që të ekzistojë duhet të prodhoj. Dhe kjo është në pra hym tek fusha e bujqësisë. Hym te fusha e prodhimit. Ti e njeh mirë prodhimin. Po, sigurisht. Edhe ekonomi shqiptare e njeh. Pra, ne, a mundemi që ne ta rilindim ekonomi shqiptare? A mundet Vlora të ketë një fabrik lambash? A mundet Vlora të ketë një fabrik konservash? Nuk është në investim gjigant. Pra, ju jeni për një zhvillim pragmatik të vendit, ndryshe nga sa është bërë tani me ne jemi për rilindje kombëtare, po jo rilindje me llafe, rilindje ekonomike. Pra, riindustrializim të Shqipërisë. Gjirokastra kishte fabrikën e këpucëve, kishte djathtin Kaçkavall me famë, kishte disa aktivitete të rëndësishme ekonomike. Çfarë prodhon sot Gjirokastra? Po, vetëm turizëm. Po, dakor, por nuk mund të mbahet një ekonomi e një vendi me turizëm, por kur ti importon madhra nga Serbia, pra gruaj nga Serbia, qumsi nga Serbia, domati speci pallxhan me 3.000 lekë. Ne duhet t'japim fund kësaj tradhtie kombëtare, ne duhet t'japim fund monopoleve, pra të gjithë monopolet që janë krijuar në Shqipëri dhe që mbështesin që janë nga mbrapa politikan duhet të marrin fund. Dhe ne do t'i godasim monopolet dhe do të japim frymëmarrje ekonomisë. Po mirë, këta monopolistë, këta oligarkë që quhen ndryshe, financojnë shumë për të mbajtur në pushtet partinë që duan ata. Si bëhet në këtë rast? Si bëhet në këtë rast? Si do të bindni ju njerëzit që nuk duhen votuar oligarkët? Njerëzit kanë sy, kanë vesh dhe njerëzit e kuptojnë që në sajt të Edi Ramës dhe Sali Berishit dhe një grupi oligarshë rreth tyre, shqiptarët në fshat kanë ngelur me 50 euro pension, me 70-80. 30 vjet që shikojnë këtë, po nuk reagojnë. Neve ju japim një alternativë. Pra Rama thot nuk ka alternativë, i krahason këto me Moçal, mund të jenë ata partitë që nxjerraj vetë në televizion, si Thuri, ata tjera, vetë nxjerraj. Mua nuk më thoj Moçal. Që se unë kam studiuar për shkenca politike në Francë dhe unë ofroj alternativë, pra ti bëj dallimin. Alternativën ja ku e ke. Pra nëse ne jemi serioz, nëse e njohim ekonominë, nëse ne jemi politikën ndërkombëtare, neve kërkojmë një alternativë, në thelb një alternativë të djathtë, do me thënë, një alternativë nacionaliste. Pra, e djathtë do të thotë që të njohësh pronën, e djathtë do të thotë të kesh konservatorizëm, pra unë duhet të ruaj me fanatizëm, pra unë si tu është vi nga Nivica, nga Labëria, vri nga një fis dhe nga Balinesha i parë që ka bërë tanzimati nga Leskodukajt, nga Lipasha, pra një familje me tradita. Pra unë duhet të mbroj traditat e mia, ti zgjeroj dhe duhet të jem vetja, nuk duhet të japim as pra kësaj tallavash, kësaj shturjes që shohim televizione, pra kësaj që shkombëtarizimi, pederastisë, të gjitha këto që financohet nga shoqëria Hapu dhe nga Soros, pra nuk duhet të ketë vend në këtë vend. Pra ne kemi traditat tona dhe ne duhet t'i mbrojmë me fanatizëm. Siç duhet të mbrojmë territoret, duhet të mbrojmë traditat dhe duhet mbrojmë dhe burimet natyrore. Pra neve
pikë të rëndësishme kemi shtetëzimin e burimeve natyrore, pra mineralet, nafta, ujrat, të gjitha janë pronë të shtetit shqiptar. Kushdo që të investoj, pra 51% shteti shqiptar, 49% privati. Dhe tek privati do të jenë aksioner kryesisht shqiptarët nga diaspora dhe shqiptarët nga Shqipëria. Shqiptarët e huaj në raste të ralla dhe do të filtrohen mirë se kush janë, nga vinë, çfarë synime shkan. Pra, Selën e Selenicës nuk mund ta marrësh dhe të shtrosh rrugët e Francët, Parisit, Kromin, Bakrin. Ne synojmë të bëjmë, të rihapim uzinën e televe të Bakrit në Shkodër, rihapim televe të Kromit, uzinë e përpunimit të Kromit, uzinë e përpunimit të Florit. Pra, mineralet dorim brenda vendit nuk do ikin jashtë, do përpunojnë këtu. Nuk do shesim më, ne synojmë nafta gjepash do bëjmë ditën e nesërme, nëse na besojnë njerëzit, rafineria e naftës në Bas do të rihapet. Pra, do të blihet një rafineri minimale kushton 30 milion euro. Pra nuk i kushton asgjë buxheti shtetit dhe një rafineri gjigande 300 milion euro, një rafineri super gjigande 5 miliard euro. Pra ne mund ta bëjmë një rafineri gjigande 300 milion euro, nuk është asgjë për buxhetin shtetit. Fitimi rekuperohet brenda 2 vjetësh. Vetëm nga përpunimi. Pra ne duam vlerën e shtuar. Pra nuk duhet të jemi ne si Afrika që shesim produktet, na marrin lëndë e para, jo. Edhe pastaj blejmë si frëngu pulo. Po, në lëndë e para do t'i marrë përpunojmë, do rrisim vlerën. Pra vlera e shtuar është ajo që jep fitim. Pra do t'i përpunojmë dhe do të lindim fabrikën e telave në Shkodër. Çmimi i karburantit mund të ulet gjysmë për gjysmë krahasim sa është tash? Mund të jetë pak €1 litri. Çmimi i karburantit për bujqësinë mund të jetë për fermat e mëdha dhe falas, të 50 hektar, 20 hektar, por të tjera mund të jetë 500-700 lek për litër që të... Kurse për në shitje të zakonshme? Ta çojmë te 1.2, 1.3 ndoshta. Si Kosova, pse si tjerë, nuk kemi në rajonin, jo më shumë se rajonin. Jo, da bëjmë se po ta bëjmë më shumë ose më pak do kemi kontraband. Pra, por të frenuar kontraband do të jemi dhe realist. Do të kemi çmim real. Mirë, dakord, ka dhe kostot e saj punë edhe bujqësia që do të financuar ka dhe pjesën e vetë, kështu që është diçka normale, reale. Mirë, ju jeni Aleanca Kombëtare Shqiptare dhe që nga emri duket që ju punoni për kombin dhe vërtet edhe me arritje dhe me punën që keni bërë me studimet tuaja, me veprat tuaja, keni treguar që jeni vërtet për kombin, jo vetëm tipo dhe pjesëtarët e tjerë të kësaj aleance. Dhe Helena është njeri spërkatur. Atëre, një pyetje, a ka aleanca apo partitë të tjera që punojnë në këtë mënyrë në Shqipëri në këto zgjedhje? Ndoshta mund të jetë partia e Pelinçit, që më duket e saktë. Shpresa Demokrate. Shpresa Demokrate. Nuk keni aleancë me të? Nuk, ajo, kemi aleancë, po thjesht nuk kërkon do të marrë pjesë në zgjedhje. Pra nuk është se... A, nuk po merr pjesë? Nuk po merr pjesë, jo se i mungon dëshira, por thotë unë nuk dua të marr pjesë në zgjedhje. Kurse me partitë tjera, pra për neve në opsionin ton, për neve partia e punës ka vdekur në 91-shin. Partia Demokratike vdiq në 96-ën sepse e çoi vendin luftë civile dhe Sali Berisha nga parlamenti i atëhershëm duhet të dënohej dhe duhet të sankcionohej, mos të merrte kurrë më pjesë as në politikë as si deputet asnjë gjë. Këtë e bën këta dhe këta bën më të keqen akoma. Sali Berisha dhe Fatos Nano, kur fitoi Zogu me 51.3% referendumin, u bën bashk dhe e përzun Zogun për të mbajtur pushtetin. Dhe kjo aleancë midis Nanos dhe Berishës është dhe sot e kësaj dite. U ngriti Ilir Meta i doli kundra ja ku është sot në Burg. 2008 që doli kundra për kushtetues. Sa do i keq Ilir Meta, këta janë faktorët kryesor. Ti jemi realistë, ti themi e bardhë të bardhë, bardhë, zezë të zezë. Por, këto partiçkat, patericat që unë i quaj, ose antiviruset që kanë i nxjerrin këto, kryesisht PS-ja, sepse ajo kontrollon pushtetin, pra nuk mund t'i quaj alternativa, kur ato janë natë për në televizion. Në qoftë se ato janë alternativa, Top Channel, Kanal Plus, Vision Plus, të gjithë media që Rama kontrollon, të dali Rama të më thoi mua ballë për ballë që unë jam moçaliste, unë jam kënet. Ai që ka kthyer Shqipërinë në kënet, ai të mbaj dhe përgjegjësi. Pra, ai ta fusi Turirin tek ajo këneta që ka krijuar dhe të largohet. Pra, shqiptarët këtu i vjen era me vite. Pra, shqiptarët duhet të largojnë
pa pikë mëshirë, në qofë se unë jam mashtrus, më japin 0 vota, po në qofë se jam zgjidhje, jemi alternativ, të na mbështesin fuqimisht. Po si mendoni të përballeni, kanë një ushtri patronazhistësh, kanë një ushtri të punësuarish, kanë një infrastrukturë të tërë përballë konkurrentëve të ndryshëm që duan të garojnë pastër për shqiptarët dhe për Shqipërinë. Si mendoni që të ndriçoni njerëzit që të mos bien viktimë e kësaj kurthi që analizuar kusur vjet po bëhet? E kemi analizuar dhe konkluzioni është ky që nëse neve japim shpresë tek njerëz dhe njerëzit marrin masivisht pjesë në zgjedhje, në herën e fundit kanë marrë 28% njerëz në votime. Pra janë votime ose zgjedhje të jashtëligjshme. Pra duhet të ketë në pjesëmarrje mbi 51% që këto votime të jenë të ligjshme. Nëse pjesëmarrja është e madhe, atëherë kjo është një shuplak dhe një goditje për Ramën. Dhe ju them socialistëve që nuk ka Parti Socialiste, Partia Socialiste ka vdekur, gjithë socialistët e ndershëm Rama i ka larguar. Pra nuk është një Parti Socialiste mendon është sociale, mendon për shumicën, ai mendon për 10 individi, po. Mendon për 10 oligark. Parti, nëse do kishte parti demokratike, pra një parti është demokratike dhe është e djathtë kur njeh pronën. Këta se ka njohur pronën, pra nuk është parti e djathtë. Pra PD-ja nuk është parti e djathtë dhe Partia Socialiste nuk është parti e majtë. Pra është një ekstrem i djathtë, po ekstrem fashist. Pra ai thot sekt, po sekt është. Se nëse mendon dhe komandon 10 oligark, pra është një ekonomi e dështuar. Dhe zgjidhja është nëse diaspora në mbështet si mbështeti Albin Kurtin dhe erdhi nga Zvicra në Gjermania, votoi masivisht Albin Kurti erdhi në pushtet. Nëse diaspora e do vendin dhe do të japi zgjidhje, pra ai na pengoi diasporën, lejoi të regjistrohen vetëm 250.000. Tentuan të regjistroheshin 2 milion, regjistroi 250.000. Pra i bllokoi. Tani diaspora duhet të vijë të votoj masivisht dhe të japi fund kësaj maskarade, këtij krimi që po bëhet ndaj shqiptarëve. Dhe ne kemi detyrë të japim alternativën. Dhe kemi detyrë të themi shqiptarëve mos keni frikë nga Afrika, sepse nëse ai bën frikë, do thotë heq nga puna mësuesit, ai nuk ka më zvendësoj më sepse këtu popullsia ka vajt 1,5 milion banor. Pra dhe të dojë ta zvendësoj s'ka më. Edhe punëtorë për ta heqë s'ka më. Kështu që këto strategjitë e Ramës janë strategji dylekshë dhe i kujtoi Edi Ramës, që e njeh mirë Francën, i kujtoi që Partia Socialiste e Francës është e 4-ta sot. Kishte 350 deputet dhe sot i pyet sa ka. Në rast se ju fitoni, çfarë do bëni me njerëzit që janë në punë aktualisht në qeveri, në vendet e punës? Do t'i mbani apo do t'i zvendësoni? Tani ne nuk kemi interes që dhe këta që kanë ngritur t'i largojmë. Pra kanë laq pak që po të bëjmë neve thënë. Ju do t'i mbani dhe do t'i vlerësoni dhe më shumë ndoshta. Po ne synojmë që paga minimale të jetë 500 euro. Pra në start, ne synojmë që pensioni minimal të jetë 250 euro. Nuk mund ta lësh ti me 130 euro, me 100 euro, me 80 euro, sepse është tallje. Nuk e bëjnë dot direkt 500 euro pensionin, por nëse ne marrim, shtetëzojmë burimin natyror, dhe nëse neve vëmë në eficiencë doganat, pra drejtori doganave do ta ketë rrogë 20.000 euro në muaj, por ama vodhi 1 euro do vej 20 vjet në burg, nuk do dali më. Ai që është kryeminist, president, bëj tradhti kombëtare, do shkojë 25 vjet dhe s'do dali më. Pra, ashpërësimi i ligjit, jo për ai që s'paguon dot dritat. Ashpërësimi i ligjit për atë për funksionarët. Po, për atë që, pra, kryetari i bashkisë duhet ta ketë rrogën i Vlorës 20.000 euro, i Tiranës 30.000 euro, 20.000 euro, presidenti 30.000 euro, 20.000 euro, si në Francë, por të punoj. Nëse ti s'të dalin dhe këto dhe ashtu, e ke burgun hapur. Në fakt, parat ekzistojnë këtu në Shqipëri, ka të ardhurat shumëta, por këto para viden dhe ndaj i mungojnë edhe pensionistëve, edhe rrogtarëve. Kështu që ju mendoni që këto vjedhje t'i shkurtoni dhe t'ia kaloni direkt buxhetit të shtetit dhe anasjelltas pensionistëve dhe rrogtarëve. Ne do t'ja kalojmë edhe investimeve. Do t'ja kalojmë stresës më të goditur që janë pensionistët. Pse? Janë njerëzit më thënë më nevojë. Dhe e dyta, investimi masiv do t'jetë për rini shqiptare. Pra nëse ti mbaron studimet dhe automatikisht ngresh pa punë, gjë e parë që mendon duhet t'i ki. Atëherë, por ta mbajtur këtu, duhet t'i japësh një asistencë, nuk po themi 600 euro se ka Franca,
po një të katën e Francës. Pra, duhet japësh minimalisht një asistent 150 euro që dhe ai të mbjetoj. Pra, nëse ti nuk e lë të mbjetesa, e largohet. Pra, familja e rrit, shoqëria e rrit, shkollohet dhe e merr gati Gjermania pra të punësohet. Po sikur vetëm korrupsionin të rrugët të ndërprisni, 40 milion euro 1 kilometër, vetëm aty shkurtojnë tratofonde që i kthehen taksa paguzve, i kthehen shtetit, i kthehen komunitetit. Pra, këtu ka korrupsion, por mbi të gjitha është Shqipëria është një vend i dështuar. Pra, mbi të gjitha nuk ka politikan. Pra, s'ka njerëz serioz. Pra, një njeri që ka mbaruar për pikturë, një njeri që ka mbaruar për mjekësi, ose një që ka mbaruar për agronomi. Pra, tani shkenca. Pra, Rusia sot 50% diplomatëve ka me shkencë politike. Pse mos i ke dhe Shqipëria 50%? Dakord? Pse Franca ka elit, pra vinë elita drejton, pse nuk mos ke dhe këtu? Pra, pse neve të largojmë njerëzit ka Shqipëria njerëz me kapacitet dhe mbi të gjitha kemi zgjedhur, pra, qofse vendosim Elena Kocaqin si ikon aty dhe si një mesazh për të dhënë shqiptarëve, shiko, ky vend ka pasur si Teuta, si Kleopatra, si Olimpia, ka pasur si Shodegalica, ka pasur si Bubulina, si Heroina Desuli, pra ka pasur gra dhe ky ne në kohët pellazike ishim shoqëri patriarkale. Pra, sa kaluam në shoqërinë patriarkale, egoizmi i dominoi dhe e rrodhëm Ilirin dhe Pellazinë e rrodhëm shumë pak. Pra, ka atë koha që t'i japim edhe grave vendin, pra, ka atë koha që dhe gratë, vajzat ta marrin fatin e kombit në dorë. Pra, nuk i vjen e keqja shqiptarëve, tre shqiptare nga gratë, por nga sundimi, ta nuk janë politikanë, janë sundimtarë. Keq menaxhimi dhe keqdashja e zhvillimit të vendit. Po ta shohim me vëmendje, në Francë, në Itali, në Gjermani, debati bëhet për papunësinë, bëhet për fuqinë blerëse dhe për zhvillimin e qëndrueshëm ose për ekologjinë. Këtu nuk ka debat fare. Pra, papunësia sot është minimalisht 15%. Sa është papunësia e vajzave dhe grave në Gjirokastër, Vlorë, Sarandë, nuk dihet, 30%. Sa është papunësia e grave vajzave në fshat, 50-70%, 100%, 70%. Pra, ne duhet që në ratë të parë të sjellim, si do sjellim neve investimin në Shqipëri, që është një pikë e rëndësishme. Si mund të sjellim? Mund të sjellim, pra, duke ulur taksat për multinacionalet për 5 vjet dhe të sjellim këtu investime 10 miliard, 20 miliard, duke sjell Google tjera, pse të shkojnë në Irlandë ose në Hollandë, ata e ka 25%, ne mund t'ja sjellim me 15%. Dhe ne nuk duam të hyjmë në Europë, ne duam që të sjellim këto, që sjellim 10 miliard në vit shqiptarëve dhe që të kemi pra të ardhura. Mundësit janë, por do strategji. Pra, ne nuk do hyjmë në Evropë, ne do sjellim financat nacionale dhe do marrim 15% taksave. Ne monedën do ta kthejmë siç e kishin në Bizant, pra në florin. Do sjellim florinin prap dhe moneda nuk do ketë më kartë monedë, do bëjmë flori. Ne florin e kemi në vend, mund të marrim kromin, ta pasurojmë, ti prodhojmë moneda dhe të marrim fund një herë mirë inflacioni. Pra, kjo është zgjidhja. Ne modelin bankar do marrim modelin e Zvicrës, modelin e arsimit do marrim modelin e vendeve nordike, modelin e transparencës do bëhemi si Suedia që Gjergj Aristoteli, kryeministër, të dali me bicikletë dhe 100% transparencë të fondeve, të shkojë në kryeministri dhe të jepet tenderi të ditë gjitha. Pra, ne nuk dim ku shkojnë minera, tendera të hapur, jo tendera çdo gjë transparente. Dhe pra këtu mungon transparenca. Pse nuk ka njerëzit besim dhe ju bëj thirrje që të votoni, të merrni pjesë që të ktheni shpresën. Ju e ktheni shpresën. Ne propozojmë alternativë, zgjidhje dhe zgjidhjet kushdo shqiptar që ka zgjidhje i propozon dhe ne nuk i dhe një tjetër, reforma elektorale. Pra, bashkinë Norikum, bashkinë tjetë vogla, Selenicë tjera, i rudhën ose i hoqin fare. Pra, sot Edi Rama ka marrë kompetenca, sot Edi Rama është kryetar bashkie për Tiranë, është kryetar bashkie për Vlorë, një ka e gjithë kompetencat. Dhe kur fuhet në burg Erion Velia, ai bëhet prap kryetar bashkie. Ai është kryetar bashkie, ai është kryeministër, ai është ministër, ai është këshilltar. Pra, kjo katraur, pra, jemi në Bashkimin Evropian. Në Bashkimin Evropian direktivat janë decentralizim, para decentralizimi i rajoneve. Ky bën çaj tek e ti. Pra, duhet kemi një politikë koherente dhe progresive. Edhe një pyetje të fundit,
si mendoni të tërhiqni emigrantët t'i sillni në Shqipëri prap? Tani, në qoftë se emigrantët kanë dëshirë të kthehen dhe ne do t'japim prioritet bujqësisë. Pra, në qoftë se nuk ka... Mund të ketë shumë investitorë që duan të kthehen emigrantë, që duan të investojnë në Shqipëri, por deri tash e kanë gjetë derën e mbyllur. Pra, sidomos bujqësisë dhe theksi do jetë në Vreshtari. Pse në Vreshtari? Vreshtari u lishte. Në Vreshtari ne kemi qenë Iliria, ka qenë Djepi. Dhe në fushat tjera mund të ketë industri në shumë... Pa diskutim, po këto njerë që njerëzit të kthehet investojnë, pra në qoftë se ti kthesh dhe investon, mund të kesh një financim në start, pra qoftë se lë vërtet emigracionin dhe provon që ti ke qëndruar 3 vjet në Shqipëri, pra familja jote mund të financohet me 10.000 euro që në start. Po ti qoftë se i vjen një merë ato dhe i ikën prap, nuk mund të t'japim. Pra, është në programin tuaj dhe kthimi i njerëzve në Shqipëri për t'i stimuluar në investim? Duke hapur ti vende pune, duke ngjallur ekonominë dhe industrinë, pra vjen mundësia që ti punësosh. Që të mos largohen. Dhe në qoftë se ti buxhetin për arsimin nuk e çon nga 2%, nuk e çon në 5%, 6%, të kesh një arsim të zhvilluar si që ka Japonia, pse jo? Dhe që ta mbyllim, çfarë mendoni për të mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve jashtë në botë? Si mendoni ti mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve aty? Domthonë shqiptarët që janë në Francë, në Angli, në Greqi, në Itali, do ketë në lloj forme për t'i mbrojtur shqiptarët? Me çfarë po shoh unë për shembull aty në Francë, në disa zona që ka në Kolmare, këto që ka për shembull që di që ka 2-3 mijë shqiptarë nga Shqipëria, 2.000 nga Kosova. Pra shqiptarët janë të pambrojtur dhe e vetmja që duket qartë, po jo, që e vetmja që ka krijuar disa nga Kosova, ka krijuar xhami dhe mblidhen xhami. Pra e vetmja shpresë aty, ata po kapen nga ekstremizmi arab. Dhe ekstremizmi arab po financon në bashkë Shqipërinë, jo për islamin. Ju mund ndërprisni këto ekstremizmat e huaja që ti financoni vetë shqiptarët, mos lini të huaj të financojnë. Pra, shqiptarët që do ikin jashtë do ketë ministri të diasporës, të emigracionit, do kryet një ministri e emigracionit, për jo me Pandri Majkon, jo me anti-shqiptar, që goditi Kosovën dhe pengoj Kosovën. Do kjo me shqiptar të afirmuar. Pra njërës që Ministria e Emigracionit, të gjithë shqiptar që kanë jashtë, që do hapin biznes, do shesin produkte shqiptare, do t'jepet një subvencion që në fillim. Pra produkte shqiptare do t'i shesim duke hapur në Itali, në Francë, në Amerikë. Pra ne do synojmë që si që ishte Shqipëria fuqi eksportuese, pra në kohën e Zogut ne eksportonim 200.000 ton djath në Amerikë. Ne i kishim kapacitet. Sot nuk i kemi, por ekziston mundësia që të ringjallim këto kapacitete. Dhe të krijojmë një vend të denjë. Atëre, me qenë se jemi në fund të emisionit dhe minutazhi po mbaron, një mesazh të fundit për gjithë votuesit, çfarë do t'i thoshë? Pra i drejtojmë të gjithë shikuesve që nga Saranda, Himara, del në Vlorë, sidomos zona të Bredetit. Pra unë vi me origjinë nga zona e Dukatit. Pra neve kemi ngelur, pra jemi mbajtur peng me 7.051 dhe se marr as kullota as male dhe në vind të tjerë ndërkohë dhe bën pronar. Dhe neve duhet që t'japim fund kësaj dhe programi jonë është që këto kullota, këto male t'i shkojnë drejt pronarve dhe jo me premtim, por të firmoset, të vulloset miropafshim. Jo t'i mbanë peng 1 vit, 2 vit, 3 vjet. Pra, këtu ka munguar vullneti, pra nuk do vijmë ta marrë as Mirmani, as Bexhet Pacolli, as Ravenën, as Trumpi. Pra, mund të ishte një slogan, votoni për veten tuaj, votoni për Aleancën Kombëtare Shqiptare, votoni për shqiptarin? Po, që t'jetë Shqipëria shqiptarve, është e vetëm një mënyrë, pra numri 7. Besoj se është, në qoftë se Edi Rama është më i përgatitur në fushën politike ose në fushën diplomatike, atëherë të vit na tregoj si do ta zgjidhim neve, si do dalim nga ky, duke ju bërë neve lavde, duke servilosur të tjerëve, ne ulim Shqipërinë dhe dinjitetin tonë në arena ndërkombëtare. Atëherë unë ju falenderoj që ishit pjesë e kësaj interviste dhe ju uroj suksese në zgjedhjet e 11 majit. Faleminderit dhe miropafshim.
Të dashur miq, këtu do ta mbyllim dhe së bashku, edhe unë ju falenderoj ju që na ndoqët deri në këtë moment, do të jemi përsëri në ditët në vijim. Faleminderit dhe mirupafshim.